Ndeshja mes Letonisë dhe Shqipërisë së vlefshme për kualifikuesit e botrorit 2026 do të jetë e veçantë dhe për shkak të mungesave nga të dy skuadrat. Si për ironi të fatit, të dy ekipet do të zbresin sot në fushë pa kapitenët e tyre. Trajneri përfaqësuesës letoneze Paolo Nicolato zbuloi në konferencën e djeshme për mediat se në takimin e sotëm do të mungonte në radhët e ekipit të tij kapiteni Krister Stobers. Mesfushori me tipare mbrojtëse ka qenë i dëmtuar dhe në ndeshjen miqësore ndaj Azerbajxhanit ishte në stol pa u aktivizuar. Ai nuk ka rikuperuar në kohë ndaj futbollistit i cili aktivizohet me Aberdeinin në Skoci, do të jetë spektator në duelin e së martës. Shiriti kapitenit për këtë sfidë është besuar Antonis Chernomortis. Ndërkaq te Shqipëria dihet tashmë mungesa Berat Gjimshitit, i cili ka plotësuar numrin e kartonëve të verdhë në ndeshjen ndaj Serbisë dhe nuk mund të përballet me letonezët.